Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një takim me përfaqësues të biznesit të vogël në tregun industrial të Tiranës ku paraqiti disa nga zotimet kryesore, që sipas tij do të zbatohen menjëherë pas zgjedhjeve të 11 majit nëse opozita vjen në pushtet. Berisha deklaroi se brenda 100 ditëve të para të qeverisjes do të aplikohet amnisti fiskale për të gjitha bizneset e vogla, përfshirë dhe amnistimin e gjobave për biznesin, qytetarët dhe pensionistët. 100 ditë të para do të jetë amnistia fiskale për të gjithë bizneset e vogla, por do të jetë amnistia për të gjitha gjobat. Jo vetëm për bizneset e vogël, por dhe për qytetarët. Për qytetarët, për pensionistët, për këtë ju garantoj se ky do të me bë amnisti për trafikantët, jo nuk bëjmë ata. Ata nuk i duam, se ato parat tyre po e rëzojnë ekonominë për tokë, po e kthejnë vetëm ndërtim, të cilin nuk e blejnë dot, sepse shkon çmimi sa në Muni, sa në Paris, dhe degët e tjera të ekonomisë bien. Kështu që ne japim fund kësaj situate dhe me vendosmëri të madhe. Dhe gjobat i keni të sigurta që do amnistohen. Ne themi se ju si Parti Demokratike jeni në rrugën e duhur. Se themi, sepse me vendin e pragut të minimumit jetik. Sot bizneset e vogla e të mesme, xhiron e tyre e bëjnë nga pensionistët, ja po kështu nuk vinë oligarkët të bëjnë. Pensionistët dhe shtresa e mesme. Minimumi jetik, rritja e rrogave minimale, rritja e pensioneve, detyrimisht do të rriti dhe xhiron e këtyre bizneseve që edhe këta të rritin që kapitalet e tyre. Kjo është një premtim që ju e keni bërë. Premtim solem. Dhe kjo do jetë, besoj unë, leva e argumentit për ta zhvilluar biznesin. Unë ju falenderoj shumë për komentin dhe për vlerësimin. Do të jetë absolutisht akti i parë. Shiko, pse dhe çdo shqiptar duhet ta kuptoj, pse ne jemi kaq vendosur në atë minimum? Sepse quhet jetik. Nuk kemi quhet ne jetik. Jetik quhet në të gjithë shkencën. Jetik quhet në shkencat biologjike, në fiziologji. Jetik quhet në sociologji. Jetik quhet pra, ai minimum është i domosdoshëm që një njeri të mbaj vetë, të mund të mbaj vetë, nuk e pasuron, nuk e lumturon, por ama e përjashton nga disa dhimbje të parashyeshme. Dhe ne do a bëjmë atë. Ai është jetik, edhe për ne është jetike që ta bëjmë atë. Do bëjmë gjithçka për suksesin. Ju jeni njerëz që e nxjerrni me mund të djerës, me mund të madh atë. Ndërmasat e parashikuara i përmendi uljen e tarifës së energjisë elektrike për biznesin e vogël nga 18 në 6 lekë për kilovat, si dhe përgjysmimin e tarifës për ujin e pishëm. Në lidhje me taksat vendore, Berisha tha se me një ndryshim ligjor do të kufizohet taksa bashkiake në maksimumin 1% të xhiros vjetore të biznesit, nga 8% që sipas tij aplikohet aktualisht. Ai e cilësoi këtë si një ngarkesë të pajustifikuar që po dëmton seriozisht sektorin privat. Gjithashtu premtuan lehtësira në dogana për të ulur kostot e furnizimit për bizneset e vogla dhe për të nxitur konkurrencën në treg. Duke komentuar projektin e amnistisë që qeveria aktuale kishte propozuar më herët, Berisha u distancuar nga ai model duke thënë se nuk do të ketë amnisti për trafikantët, por vetëm për qytetarët e bizneset e ndershme që janë penalizuar nga sistemet aktuale. Do të bëjmë më mirë. Ne jemi të vendosur të mbështesim fuqishëm bizneset e vogël, sepse është biznesi që punëson më shumë dhe është biznesi i cili pasqyrohet më shpejt dhe më mirë në mirëqenien e njerëzve. Çfarë do bëjmë ne? Për bizneset e vogël, ne do ulim çmimin e energjisë dhe për gjitha bizneset nga 18 në 6 lekë. E kemi pas 6 të zbresim prapë. Tavanin 120.000 euro pa taksa do e ngrem në 180.000 euro. Edhe kjo është një lehtësim, një frymëmarrje. Taksat e bashkisë, të cilat shkojnë në absurditet, sepse, siç e dini, kanë qenë shumë më të ulta. Unë për shembull isha tek një treg tjetër dhe u mirte për pllakat jashtë, u mirte 1500 lekë për metër katror, kemi patur 120 lekë. Do zbres në 120 lekë, ku është tokë publike, ku është trull publike.
do ta bëjmë dhe këte. Ujnë do ta përgjysmojmë tarifën e ujit. Dhe bashkia nuk do mund me ligj të vendosë më shumë se 1% të xhiros. Taksa sot shkon deri në 8% të xhiros, 7% të xhiros dhe sillen në mënyrë absurde. Plus që do ketë lehtësira edhe ndogana. Çka do e bëj furnizimin tuaj më të lirë. Në përfundim, Berisha theksoi se këto masa janë pjesë e një politike të re ekonomike që synon të lehtësojë barrën fiskale dhe të rikthejë stabilitetin për bizneset e vogla, të cilët ai e konsideroi si shtyllla e ekonomisë vendase.